Qëllimi i këtij trajnimi për trajner ka qenë zhvillimi i aftësive dhe shkatësive të tyre për realizimin e sesioneve profesionale të trajnimit, me fokus të veçantë në përdorimin e sigurt të pesticideve. Trajnimi është udhëhequr nga zonja Manon Dohmen, një eksperte e njohur ndërkombëtarisht në këtë fushë. First of all, they're really experts in their fields. And you really notice that. You notice that the moment I ask for examples, they can come up with very good examples. And secondly, that they are so enthusiastic. Their involvement is really, really good. And that makes my life as a trainer much easier and much nicer. Each of them, they go in to select a challenge that they see in the field that farmers have. They need to be very specific. And they go in to facilitate a session around that challenge, so they can put into practice immediately what they have learned during this week. Fusha e bujqësisë është mjaft praktike, kështu që edhe ne duhet jemi praktik për në mënyrë që t'jemi sa më të kuptueshëm. Edhe nëse për një temë fare të thjeshtë jemi në gjendje ta zhvillojmë një ushtrim në mënyrë që të jetë sa më i kuptueshëm edhe për të tjerët, edhe domethënë të shtym të tjerët ta praktikojnë të njëjtën metodë që na e praktikojmë. Metodat të cilat I kemi mësu prej këtij trajnimi kanë qenë shumë të rëndësishme dhe besoj shumë të vlefshme e do të na shërbejnë edhe neve për trajnimet tona në të ardhmen. Mendoj se modeli SDF është modeli I cili do ta përdorim në të ardhmen për arsye se është një prej modeleve shumë të mira për të mbajtur trajnime me grupe të vogla, qoftë të farmerëve ose qoftë të agronomëve të ri. Ka pas shumë ndikim të madh të na dhe besoj që edhe për gjatë këtyre 9 ditëve kena mujtë me implementu të na, pastaj me pa një rezultat të më të tjeshëm si trajner të rinj. Gjatë këtyre sesioneve janë prezantuar modelet më të avancuara të trajnimit për trajner, me fokus në zhvillim të aftësive për trajnimin e të rriturve. Ky trajnim është organizuar në 2 grupe dhe në përfundim janë certifikuar 23 ekspert lokal, duke përfshirë edhe 7 agronom përfaqësues të tregtuesve të inputeve bujqësore. The ultimate goal is that people they are going to train are applying the new practices they're going to teach, so that it will also have a positive result for those they are training. Not only a positive impact for the trainers, but also a positive impact for those they're going to train. Qëllimi përfundimtar I këtij trajnimi ka qenë përgatitja e ekspertëve lokal, duke zbatuar modelet më të fundit për ndryshimin e sjelljes dhe implementimin e modelit SDF, që bazohet në hyrje, zhvillim dhe përfundim, për ofrimin e trajnimeve të avancuara. Njëkohësisht, këto trajnime do të shërbejnë edhe për funksionalizimin e grupit të trajnimit për shërbime këshilluese private në kuadër të Fondacionit Agrodev Kosovë.